Rita Ora rikthehet me energji dhe ndan lajmin e gëzueshëm me fansat. Rita Ora po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë me albumin e saj të katërt në studio dhe një turne ndërkombëtar që do të nisë në vitin 2026. Këngëtarja shqiptaro-britanike, e njohur për hitet Anywhere dhe For You, ka zbuluar se është gati të fokusohet sërish në muzikë pas disa vitesh të angazhuara në aktrim dhe projekte televizive. Pa dyshim që do të dalë një album, jam shumë e përqendruar në këtë projekt dhe do të nisë turneun. Nuk ka marrë turne që nga viti 2018, tha Rita në një intervistë për një stacion radiofonik në Melbourne. Artistja 34 vjeçare konfirmoi se turneu do të përfshijë Australinë dhe Zelandën e Re, të cilat i konsideron si shtëpinë e saj të dytë pas martesës me regjizorin nga Zelanda e Re, Taika Waititi. Do të shkojë 100% në turne në Australi, pastaj në Zelandën e Re dhe më pas do të kthehem përsëri. Është si shtëpia ime e dytë, shtoi ajo. Krahas muzikës, Rita ka zbuluar se do të publikojë edhe një dokumentar personal që përmbledh 8 vite nga jeta dhe karriera e saj. E kam filmuar veten për 8 vitet e fundit dhe një ditë do të më duhet të përdor ato pamje filmike. Ka pasur momente të çmendura, dhomat e zhveshures janë përmbytur, veshjet nuk kanë mbritur në kohë, ndonjëherë s'kam pasur as grimier, rrëfeu ajo për The Sun. Rita Ora pritet sjell muzikë të re dhe energji të re në skenë, duke i dhënë fund pauzës së gjatë që ka lënë pas turneut të fundit të saj në vitin 2018.